përshëndes nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirësevini në Elbasan Arena për këtë mbrëmje të madhe të futbollit shqiptar. Ka nisur sfida. Topi parash për Korçarët, që provojnë të jenë agresiv që në fillim. Përsimi ti. Për Salin, goditja jashtë. Kartoni kuq. Kartoni kuq. Kartoni kuq. Edhe je brazilian, e s'ka një. Po të kërsoj ai, shti uri topi një maga, du t'ja fiturit dhe Salihi! Hamdi Salihi! Gjithë një i, çdo rast ai, është tek vendituar për të quar në rrjet topit, Hamdi Salihi! Kur kombinim tjetër, tribimi mrekullueshëm i Belak, Patras, goditja, shtylla! Fin dhe progni, tani mund të gësoj. Vjen topi ti për Salihit, goditja, nuk vjen. Se ka kuptuar Flori që ishte kërcisht i vetëm. Vangjeli e ka. Nga bon kërcisht Vangjeli dhe i duhet një super orges shej. Një super orges shej. Çfarë gafe Vangjeli. Por, Sabien Lila godet. Edhe një aty ishte Salihi, por ishte i letë. Dhe atë është duke realizuar si protagonist. Bokur shkëmbi. Qori Samir ka nxjerrë Sabien Lilen. E qendra i Salihi! Zgjatet dhe devion Radu Mitu. Dhe këndore ka çuar. Vangjeli niset Prokni. Për tash topi mrekullueshëm pasimi i Vangjelit. 1-1 Prokni me portierin. Mund godas. Vjen Djata. 2-0! 2-0! Gerard Prokni! Një shans, një gol për ta! Bukur Berisha, mjaft bukur. Bernard Berisha, Bibi. Del në tribimi tjetër. E lë prapa kundërshtarin. Pret Sali, Sabien Lila në zonës. Për tash topi, por vetëm ideja është e mirë. Një korë që dëgjojmë kur luan përfaqësuese shqiptare. Topi është aty, shikoni këtë mundësi Sali! Një shtyllë mungonte. Në kurrikulumin e tij, ja ku e gjeti atë, për fat keq e gjeti shtyllën. Në minutën 75, nuk i konsumon kollaj ndrimet josa. Shikoni se çfarë Berisha, çfarë ritmi ka ky njeri. Çfarë shpejtësie jashtëzakonshme, vrapon Ademir në shtyllë dytë. E kthe prapa ai, çojmë të mundësi, Sabien Lilaj. Topi ktheh edhe një herë në duart e Mitu, çfarë sulmi. Edhe një herë vrastar me shpejtësinë e tij. Tjetër driblim Berishës, futet në zonë. Berisha, topi është aty, kjo mundësi. Ademir, çfarë ka humbur? Çfarë pa humbur? Është i katërt i rast në këtë pjesë dytë. E mbyll të gjyqtari. Në një natë normale që të hynte në histori, duhet bëjë një gjë që s'kishte ndodhur asnjëherë në historinë e futbollit shqiptar. Dhe është sonte e bën ata futbollistët e Skënderbeut. Skuadra Korçare hyri në historinë e futbollit shqiptar.